Qarku i Vlorës gjatë vitit 2026 është përballur me një situatë më të qetë për sa i përket zjarreve, krahasuar me 2 vitet e mëparshme 2024 dhe 2025. Sipas kreut të emergjencave civile në qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, këtë vit janë regjistruar rreth 60% më pak zjarre, krahasuar me vitin 2024, por edhe me vitin 2025. Skëndaj bën me dije se vatrat e zjarrit janë regjistruar në disa zona të qarkut të Vlorës, por në pjesën më të madhe të rasteve ndërhyrja në kohë ka bërë të mundur normalizimin e situatës. Problematika më madhe nga zjarret është regjistruar në zonën e Finiqit, ku për shkak të përmasave të flakëve është nevojitur edhe ndërhyrja nga ajri. Atëherë, për sa i përket zbulueshmërisë zjarrvënëve, piromanëve, vlen përmendet që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me drejtorinë vendore të policisë, deri para situatës së ditës së dieshme në Sherisht, kishim të shoqëruar në rang qarku për të gjitha situatat 24 veta, të ndaluar 8 dhe janë dhe njësër persona që janë në ndjegje në gjendje të lirë. Vlen për të përmendur që situata e dieshme në Kullota, në Shashic, që filloi në pjesën e Lapardhas, bashkisë Selenic, nga ana e postës policisë Selenicës, janë shoqëruar për të marrë pyetje si të dyshuar të mundshëm të zjarrvënies Kullotës, 4 çoban që kishin stanet në zonën e Shashicës. Një tjetër shqetësim mbeten zjarrvëniet e qëllimshme. Sipas kreut të emergjencave civile në qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, 24 persona janë ndaluar ose proceduar penalisht për zjarrvëniet e qëllimshme në qarkun e Vlorës, ndërsa rastet vijojnë të jenë në hetim nga organet përkatëse. Atëherë, lidhur me ngjarjen e ditës së diel në mëngjes, mund të themi se për një interval kohe 1 orë e gjysmë kishim 2 ngjarje të njëkohësishme, ngjarje në Hotel Brooklyn në Vlorë, njëkohësisht edhe një agrobiznes në Finiq. Për sa i përket ngjarjes te Hotel Brooklyn në Vlorë, reagimi ka qenë i menjëhershëm në ana e strukturave të MZZ-s, por fatkeqësisht nga ana jonë ishte edhe ndodhja e aksidentimit të 5 personave, ku 6 persona 5 prej tyre u dërguan për ndihmë të specializuar në Tiranë dhe njëri mori këtu në ndihmë mjekësore. Aktualisht në bazë të interesimit që ka bërë dhe prefektja çdo ditë me Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me gjendjen shëndetësore të tyre, ditën e dieshme u informuam se personi shtetasi 25 vjeçare që ishte me djegje të shkallës lartë është dërguar për një ndihmë të specializuar në shtetin turk. Kreu i emergjencave civile në prefekturën e qarkut të Vlorës është ndalur gjithashtu edhe zjarri i rënd që përfshiu një hotel në qytetin e Vlorës ditën e diel. Sipas tij, ndërhyrja bëri të mundur normalizimin e situatës në një kohë të shkurtër, megjithatë nga ngjarja pati persona të dëmtuar. Skëndaj ka konfirmuar edhe një herë tjetër se një prej tyre është dërguar drejt Turqisë për ndihmë më të specializuar mjekësore. Atëherë, për sa i përket sezonit veror, në lidhje me zjarret për vitin 2026, mund të themi me gojën plot që për periudhën e deri tanishme në rang qarku jemi shumë herë më mirë se viti 2024-2025 dhe mund të themi që jemi gati 50-60% më pak se këto 2 vite. Njëkohësisht lidhur dhe me kjo bashkëshoqëruar dhe me dëmet për sa i përket si në banesa në ekonominë private të qytetarëve. Për vitin 2026 situatat specifike problematike kanë qenë të vogla. Kryesisht kemi patur një situatë në Finiq, në Bregas në fillimisht, kemi pasur Shelegarin, Ksamilin dhe vlen për të përmendur dhe situata e fundit në bashkitë Delvin, Finiq, ku krahas kapaciteteve të qarkut u ndesh dhe mbështetje me forcat armatosura, si dhe ndërhyrje nga ajri, vlen për të përmendet që kapja në kohë dhe koordinimi në kohë i situatës me AKMC-n bëri të mundur që në kohë rekord të mbrinin 3 helikopter dhe të organizohesh në mënyrë të përkryer mbrojtja e banesave në fshatin Kostar dhe Mesopotam në Bashkimin Finiq. Edhe pse zjarret nuk kanë munguar gjatë këtij viti, situata në qarkun e Vlorës paraqitet ndjeshëm me qetë krahasuar me vitet 2024 dhe vitin 2025. Ndërkohë 24 persona të ndaluara apo proceduar për zjarrvënie të qëllimshme tregojnë se fenomeni vijon të mbetet një problematik për autoritetet, të cilat po hetojnë rastet e regjistruara.